Mirë se vini te Vlogmas dita 13. Një tjetër mëngjes që jemi zjarr herët, një tjetër mëngjes ku do shkojmë te doktoresha. Yes. Pasi ju ka mërzitur me këtë muhabetin, por Vlogmas ja shtrego për ditëshmërinë tënde dhe kjo është për ditëshmëria ime. Nuk kam çfarë të bëj edhe unë shkreta, po vuaje për vete, edhe këto halle kam, këto apuntamente marr me këtë gjë merrem. Jesi ju thash ngjita edhe ata te kurizim, që të më mbaj ngrohtë, kam akoma të ngjitur, që ato durojnë 12-16 orë diçka të këtill. Edhe kuptova që si përfundim te pjesa e trupit tim që më dhemb, që kam problemin, nuk ndjej ngrohje. Unë atë pjesën nuk e ndjej fare. Ku ka kapur ajo që janë pjesë të tjera që nuk më dhembën, e ndjej ngrohtin. Te ajo pjesa zero, sikur nuk kam vënë asgjë. Në çfarë do më thënë kjo nuk e di. Do i pyes në doktoreshën të shoh çfarë do më thot. And now we have to go. Okej, erdha më tha që mbase ma ka dhënë skoloza të gjithë problemin që kam, do bëjmë atë radiografin, aktinografin që quhet. Edhe i thash që kam shumë dhimbje, kam dhimbje të tmerrshme, nuk mundem të fle në darkë. Më tha ose do bësh gjylpera tani, derisa të dalë radiografia edhe të shohëm, ose do marrësh kortizon më të fortë. Edhe unë gjylpera nuk dua të bëj, kështu që po shkoj në farmaci të tjetër kortizon, edhe pse e di që nuk më bën mirë. Por ose do marr kortizonin me shpresën që do më qetësoj, ose do vazhdoj të dhemb. Vajta bleva edhe një kuti të madhe, duhet sepse shita diçka edhe është e madhe. Vajta printova edhe letrat, se dua ta dërgoj sot. Mundojmë të marr telefon ato klinikat private që të prenontoj lastrën, po kur bëj këtë gjë realisht ndihem një njeri ignorant. Nuk ka fjalë tjetër për të thënë. Sepse marr telefon e thot për radiografia shtyp në njëshin, e unë them te trurim. Te po bëj, unë e di që këtë po bëj, po doktoresha i thot lastra, i them do jetë njëjta gjë lastra me radiografia. Logjika më thot po nuk jam e sigurt. Edhe mbyll, e marr klajden, i them lastra është e njëjta gjë me këtë, jam e sigurt. Vajta te farmacia si ju thash të marr ato ilaçet, nuk e di po do vendos të pija te kortizonin apo jo, por puna është që kam 2 muaj që jam kështu, edhe realisht java e fundit ka përkeqësuar të gjithë situatën. Po nga ana tjetër nuk kam qejf të marr kortizon. Nuk e di çfarë do bëj, por gjithsesi vajta te farmacia i thash ka dërguar doktoresha recetën, e hapi ajo, më shef në sy më thot do origjinalen apo një diçka gjenerike. Thash më fal nuk po kuptoj çfarë po më pyesni. E më tha doni ilaçin origjinal apo një ilaç tjetër që ngjan origjinali? Origjinalin i thash. Por realisht ndiem ignorante kur shkoj atje më bën këtë pyetje dhe unë nuk di çfarë të përgjigjem. Por është një pjesë që duhet të punoj. Nuk më është dashurit të përballojmë shpesh me doktora, me njërin me tjetrën, e vërteta është. Edhe doktoresha më tha pastaj do vish do më sjellësh këtë radiografin që ta kontrollojmë edhe të bësh fizioterapi. I thosha unë dua të shkoj te orthopedikos. Ja thosha në Greqi, si thosha nuk e di si quhet orthopedikos në Itali. E më thoshte po jo, ai merret me gjëra të tjera. I thosha ori unë aty dua të shkoj. Përveç të tjerave, sot kam të pastroj edhe shkallën e pallatit, kështu që dua ta bëj ta heq qafi, që kur të vi Klajdi mos i rit merre me shkallën e me pastrime, po të rim bash. Bëjmë gjëra të tjera. Ndeza pak edhe pemën, se kisha haruar ta ndez në mëngjes. Do bëj pak të ha. Dhe sot programi kam në darkë. Shkoj në një darkë që organizon palestra. Jo kisha thënë vjet që kisha vajtur. Nuk isha shumë e sigurt po dua të shkoj, e vërteta është, sepse nuk ndiem edhe shumë mirë në përgjithësi. Po në palestër stërvitem bashkë me një gocë, ajo është me Vockë, dhe ajo flet vetëm me mua. Okej, dhe unë flas më shumë ata për shembull, sepse personat e tjera që shkojnë në orare që shkoj unë në mëngjes janë mosha më të mëdhaja, 50-60. Ishte edhe një gocë tjetër që më pëlqente shumë, edhe takoheshim, por ajo ka ndruar palestrar tani. Edhe më tha kjo goca do vish, i thash nuk jam shumë e sigurt po do vi. I thash ti do shkosh, më tha po nuk vajte ti, unë nuk shkoj, se jam vet, nuk kam me ka të shkoj. Edhe kuptoj se edhe unë vjet që vajta ndjesha edhe unë vetë me pastruesen e palestrës ndejta më shumë që ju kam thënë, e kam shumë qef edhe më kujton mami. E thash okay, hajde, po ke qef që të shkosh, po vi edhe una që mos ndihesh vetë. Do ju marr me vetet se kam shumë siklet. Shumicën e njerëzve atje nuk e njoh, nuk dua të më gjykoj, nuk dua të jem një çmendur në mes të njerëzve që hajnë, që nxjerr kamera në flet para kamerës. Besoj që e kuptoni. Vjet kishim më shumë content gatimesh te Vlogmas, si mbaj mend, si vjet ka rënë kreativiteti në gatim. Edhe pse si vjet i kisha thënë vetes që dua të gatuaj më shumë, edhe gjëra më të ndryshme, e të provoj receta të reja. Mbase do më vi inspirimi tani që do jetë Klajdi. Edhe pse vërteta është që kam të vështirë të ri në kuzhinë në kem 1 orë për shembull. E kam shumë të vështirë, më zë shumë keq dhimbja kur i zi
pjesit edhe e këmbës pastaj. Sa më pak ri e ndaluar në një vend, aq më mirë është për mua. Ndryshe nga ditët e tjera, do e hap tani mbas dreke advent kalendarkën, sepse në darkë po të vonojmë të duhet ikë me vrap. Gjatë që tani po më manifestoj që do vonojmë, imagjinoni. Nuk do ri ta hap, edhe sot është data 13. Vajt, ja ku është këtu, që me zor po pres ta hap. Neve nuk e bëjmë rregullat në këtë kanal. Mundet një vit tjetër të vendos ta hap në pikë të mëngjesit advent kalendarin, sa hap sytë e ballit. Pse jo? Pse të duhet të pres gjithë ditën? Nice! Është nga Real Techniques, është një beauty sponge, edhe ka këto të dyja anët. Pjesa roz thotë që është për powders, për produkte pluri, ndërsa pjesa e dytë është si beauty blenderi, që të përhapësh fondotintën ose concealerin. Shumë e bukur kjo. As nuk e dija që ekziston ky produkti nga Real Techniques, e vërteta është. Kjo është pjesa e sfungjerit, edhe kjo është tamam për të bërë baking për shembull, që e bën te kjo pjesa këtu poshtë. Edhe ke 2 në 1, kudo që shkon, e merr me vete dhe je super. Kjo realisht nga të preferuarat e mia deri tani. I really like this one. Bravo 13-ta, nuk më shgënjevi. Edhe po them të bëj një kafe tani, dua edhe të ulem të editoj pjesët që kam filmuar deri tani. Më del një puçur këtu e një këtu, nga ato që dalen nga brenda, ato puçurat e brendshme. Do të qelburat që të dhembin. Po më mbaron qumshti. Nuk e di po ka as për një kafe. As për një nuk ka. Normalisht, unë marr këtë Alpro Barista, edhe është apo stafat që të bësh qumshin e mirë për cappuccino. Nuk e di çfarë ndodhi. Nuk më nxjerr shkum. Fare, nxjerr një shkum të shpifur. Edhe vura re që kjo nxjerr më të mirë, që është Alpro e thjeshtë. Desha t'ju pyes, po keni vendosur, çfarë do bëni për vitin e ri, të më shkruani pak, të më thoni që Angela unë do shkoj këtu, ose do mblidhem me familjen, ose me shoqërinë, ose do ri në shtëpi, ose do bëjmë një udhëtim, më thoni pak. Neve e vërteta që nuk kemi vendosur, ama shumë mundësi nuk do bëjmë ndonjë gjë, edhe pse ekziston një plan i vogël që po të dali, do jem shumë hapi, se kam shumë kohë që do ta bëj atë gjë, por e shoh të vështirë, sepse si gjithmonë jemi në momentin e fundit. Nuk kemi prenotuar asgjë. Kjo është situata në shtëpi kur i vjen jati. O mustaqka buri, ç'pas ka rritur nona. O mustaqka buri, ç'pas ka rritur nona. Buri si ju thash ka qenë në Napoli, edhe na ka sjell mandarins. O Lucio, gëzove shumë ti. Mandarins, sepse frutat në përgjithësi janë shumë të mira në sudin e Italisë sa në nordin, ashtu si janë më të mira edhe në Shqipëri për shembull. Me thatë të sjell mozzarella, se mozzarella ti bën po çat ju them sa të mira janë i prejt aty në mes edhe del ai qumshi dhe janë të buta, po pak më të forta nga jashtë, ka një teksturë fantastike. Ju e dini që nuk duhet ha djatra, e mozzarella është no, e madhe. Dhe o bello! Pa kilo, ja. E do, të ta qëroj. Jo, qëroj. Në orën 9 që fola unë me Kajdin, ishte nisur, edhe tani që arriti ora është 5 mbas ditës, si shkreti, ishte gjithë ditën rrugëve. Por kështu është, kolona e shtëpisë dhe punoj. Deshe ti të quesh kolon. Baje tani kolona, o shtyll, hëgur. Ta jap gruaja që vlodhe. Unë desha një sask, me një... Po mirë, një ta qërova tani. Kajdi, ose i merë qesen edhe mbaron brenda ditës 24 orëve, ju betoj, 24 orë mund ta ketë mbaruar. Ose nuk e merë fare. Erdha në banjë të filloj të bëhem gati, se nuk dua të vonohem. Por ishim uller në divan me Klajdin e po shikonim atë puntatën e piranjave. Një mamaje i ka marrë peng gjyshrit fëmijën, që kur ishte fëmija 7 muajsh, edhe nuk ja japën. I vdiq buri kësaj goceje, edhe gjyshrit thënë neve nuk kemi çunin, do e mbajmë në vend të çunit nipin ton. Ne, nuk ta japëm ty. Edhe po shikoja pak puntatën edhe me hypi gjaku në kokë, sepse nuk e besoj dot që ndodhin gjëra të këtilla. Edhe kam thënë besoj edhe herë të tjera që unë nuk do kthesha të jetoj në Shqipëri. Edhe vetëm një arsye që unë nuk do kthesha të jetoj në Shqipëri është që nuk ekziston drejtësia në Shqipëri. Në Shqipëri, po nuk je gangster, po nuk kërcënon, ose po nuk je shumë lek që të mundesh t'ia japësh të tjerëve edhe të bësh çfarë të dojë qefi ty, atëherë nuk je të drejtë. Sepse kjo mamaja është munduar me gjykat, me ligj, me avokat, me psikolog, në të gjitha llojet e mënyrës ta marrë fëmijët, e kishte përsipër ajo fëmijën se dihet është fëmija e vet, po gjyshrit thoshte nuk më intereson për ligjin, mirë tjetër. Le të thotë ty gjykata që duhet ta marrësh fëmijën, unë s'ta jap, e mbaroi puna. Edhe kërcënonte. Edhe si ju thash, po nuk je gango që ti shkosh aty me pistoletën në kokë, ose të kesh pafund lek të japësh policë ose gjykatave që të bëjnë ata gangon të shkojnë ta marrin me forcë fëmijën. Nuk gjen të drejtë. Një njeri i thjesht në Shqipëri e ka shumë të vështirë të gjejë të drejtën e vet. Edhe mua më bën shumë keqardhje që duhet të them që nuk do kthehesha në vendin tim, në shtetin tim. Një për drejtësinë, dy për spitalet, të gjitha ato
gjërat që kishin ndodhur edhe te onkologjiku para një viti pak a shumë, për shkollat, nuk kam fare kujdes për fëmijët, vret njëri fëmijë tjetrin, mësuesit janë asent fare, nuk interesohen, nuk duhen t'ia dinë. E kam dëgjuar lloj-lloj historirash te privati, nuk po flas vetëm për shtetin, edhe te spitalet private, edhe te shkollat private, po të njëjtat muhabet. Edhe nuk do kthesh ajo, sepse nuk do desha kur të vë në rrezik të drejtat e mia ose të drejtat e fëmijës time ose të drejtat e familjes time në përgjithësi. Tani duhet të qetësojmë pak sepse realisht më janë ngritur nervat shumë keq. Jam gati, nuk më shifni. Kam veshur këtë bluzkën nga Comensi, kam veshur edhe këtë fundin që është edhe pantallon ka i fund. Dihet geta të trasha, edhe çizmet e mia të bukura. Aty kemi e përgjegjësit që janë duke më përshëndet. Po më luten që ti e kuros. Shpresoj të dukem elegante, se desha të jem elegante edhe chic. Ky ishte vibe-i, nuk kam lyer buzët, prandaj nuk duket e gjitha e kompletuar. Shikoni pa buzët sa ndryshe duket luku. Prishon me vogël, ishte shumë në modë që ti besh buzët me concealer. Të bardha. Juve miksoni parfume, sepse unë i miksoj parfumet e mia. Ato që më pëlqejnë i marr edhe i nuk më intereson. Ka mësuar një shoqe ime këtë, e pyetëm një herë çfarë kishte veshur e na tha që kishte vende 4 parfume bashkë. Mua deri atëherë nuk më kishte vajtur kurrë në mendje të kombinoj parfume. Thash, e di çfarë? I will do this technique too. And I did. Vesha edhe pallton time të gjatë, këtë që është lana, me shpresën që mos ftohem. Ka edhe këtë pjesën e madhe të qafës këtu që po të kem ftohtë të mbyllë mirë, gjithsesi brenda do jem, kështu që dreqi të haj sa ftohtë do. Të marrë këtë çantë me zezë të thjesht. We are ready. Kështu që neve të shihemi nesër. Mua!